është puna e sona? Shuta, me në qënë jalon. Jashtë jalon. Bence jalon. Kan? Hello. Jo që nga kënë që bre. Hiç yapettu mërën vallahi. Ashtan? Kanë. Hajde më të vazhdoj. Vazhdoj glavani. Şu vazhdoj sa. Vajmë paso. Şu çova. He said, how can he go naked in front of the statue of that guy who gave the life for him? Hey people, everybody! Stand! Stand! Hey, njeri, këmë një mëna? Shesh o po kana. Do me po foto për josh, je me boj kurrë. Yeah, but he's protecting him. This guy? No, the other guy is protecting him. The cab driver is protecting me. Qka është që një përpunat? O që po të fote? Sa monat më në menet shtë? Që po të rukë? Katëru. Sa? Katëru orë. Kështë më në kërë? O kënarë të kërë. Pa, po dole. Pa në shpilash. Pa e ka dojnë. Pa njërë. Si tigër. O ti djojnë. Larga se pali vjen. E për se janë këtë qatësin, gjërësin, në të rrërin, që më gjatë qatësin, që më gjatë për mëllë. Qanë të rrë, vanda. Ege! Ege! Hello. You know who they are? Po, television. Yeah. Kosovo television, Prishtina. Asa për shumë qëto në kronë të ndjatë. Hajde. Wala, këtë ma të hysë, këtë më në vetë grafë. Hey, tror du ikke noen av bilder? Do you want me to speak with them? We're gonna arrest him. You speak the language? No. Ne bojmë marrë stacion se zbojnë. No, per favor.
But what was the story then? Well, I was half naked, and that's not allowed here. So I have to have permission from the Ministry of Culture. To get half naked? Yeah, to stand half naked in front of a national hero. Yes. Yeah. No, but it was funny because the people around it really were like, "Why are you taking me?" So, You're okay, Nils. Një artist nga Holanda ka vendosur që të përfshi Prishtinën në projektin e tij artistik që përfshin qytete të ndryshme evropiane. Por, ai përjetoi diçka të papritur. Të shohim se çka i ndodhi atij. Kjo ishte një mundësi fotografimi me artistin holandez Niels Quitters, pas një performance identike në Berlin, Prag, Bratislav dhe Sarajevo. Ai bëri të njëjtën gjë edhe në kryeqytet, por u ndërprej nga policia. Pas përcjelljes në stacion, ai u lirua. no, this was the biggest. Është problemi vetëm që kam pasur ndonjëherë. Në stacion ankoheshim se isha gjysmë i zhveshur para një statuje. Dhe fjalët që kisha shkruar, unë jam Prishtina, nuk më ndihmuan shumë. Policia përmes telefonit ka deklaruar se artisti vetëm është larguar dhe është kërkuar nga ai që të ketë leje nga Ministria e Kulturës. E autori që së bashku me 4 kolegë të tjerë nga Amsterdami po qëndron në Prishtinë, do të bëjë edhe performime tjera, por së pari do të sigurohet që gjithçka të jetë sipas rregullave. Të gjitha filmimet e bëra në qytetet evropiane do të bëhen një dokumentar, i cili do të jepet në festivalet në Ljubljanë, Shkup dhe Beograd. Kalojmë